Shpesh herë, përfshi edhe veten, jemi hasur me shëndetin mendor dhe shpesh herë shëndeti mendor tek femrat muslimane nuk do të thotë që keni një iman të dobët apo një besim të dobët. Shpesh herë teksa përbrenda jush ju digjeni, teksa përjetoni stres, teksa përjetoni ndoshta shembje totale të asaj që ju mban, apo teksa ju lëshoheni shpirtërisht, dismotivoheni, të gjitha këto nuk ju bën juve si një muslimane me besim të dobët. Përkundrazi, ky është momenti që ju keni më shumë nevojë që të jeni më pranë Allahut. Dhe duhet patur parasysh që shpesh herë kam dëgjuar femra që thonë nuk mund të lutem, nuk mund të falem, nuk mund të bëj gjërat siç duhet në Islam sepse ndihem moralisht apo ndihem emocionalisht keq. Pikërisht këtë merrni si shenjë që në këto momente ju keni nevojë për atë vetmin tuaj ku ju të qëndroni vetëm me Allahun dhe të faleni. Pikërisht ajo është një shenjë që ndoshta Allahu ju a jep për t'ju dëgjuar zërin. E di që shpesh herë dëgjoni që ju thonë bëni sa më shumë namaz, ashtu siç ju thash unë tani, por ose ju thonë keni sabër, muslimanët janë të fortë, nuk duhet ta lëshoni veten në këtë formë. Dhe shpesh herë këto gjëra ne i misinterpretojmë apo i keq interpretojmë ndryshe, duke menduar që duhet t'i shtypim këtë ndjesi dhe dyshojmë pastaj tek vetja jonë që ndoshta nuk e kemi besimin aq të fortë. Por në fakt kjo është një gjë e natyrshme dhe sigurisht duhet i bëjmë të gjitha ato që sapo përmenda, namaze, të kemi sabër e të tjerë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të shprehemi. Në Kur'an Allahu na thotë në një nga kapitujt që njerëzia është krijuar në mënyrë anksioze, është krijuar ankthi njerëzor, domethënë është njerëzore të kesh ankth. Kur njerëzit janë krijuar bashkë me ankthin përbrenda. Kështu që nuk është ideja që ta ndrydhim atë ndjesinë e ankthit apo të stresit. Thjesht mendoni që ashtu siç trupi juaj ka nevojë për përkujdesje, ashtu ka nevojë për përkujdesje edhe zemra, edhe mendja, edhe ana emocionale juaj, sepse nëse